ishte një grup personash këtu që kishte një zemër të caktuar, që po zbatonte një strukturë që ty të duhet. Shmundimi madh. Një grup personash do jenë të mbrojtur, sepse ka nderuar Romakëve 2:23-24. Zotin Jahwe duke mos shkelur ligjin e tij me dashje, e kanë zbatuar. Dha sillim atë koj, si të varg. Jemi në studim të librit të Romakëve, për sa i përket sot, por kapitulli 11. I njëjti apostull që do kemi librin e Romakëve, si tha, përcakton çnderimin. Çfarë është çnderimi? Çfarë është blasfemia biblike? Duke bërë çfarë? Duke shkelur ligjin, një person çnderon Zotin Jahwe dhe emri i tij, i Zotit Jahwe, blasfemohet në këtë mënyrë. Mos ndoshta në atë ditën e zemërimit ai do jetë i mbrojtur? Jo, sepse ka vazhduar ta heqë ligjin tutje. Ndërkohë ata që e zbatojnë kanë një zemër të përullur dhe do mbrohen atë ditë. Unë e di kush janë të mi, të thotë Jahwe, po ju jeni larguar nga urdhrimet e ligjit tim. Prandaj paudhësia mbulon vendin tuaj. Kush është i drejtë përpara meje? Kush mburret përpara meje? Ja, unë kam vendosur rrugën e drejtë. Biri tim foli. Por ju nuk dëgjoni, siç nuk dëgjuan ata, e trituaj, që ju kanë çuar në rrugë të gabuar. Prandaj pendohu, mos vazhdo të shkelësh ligjin tim, se zemërimi do mbuloj dhe unë. Por disa do shpëtohen, dhe ata do ndriçojnë në mbretërinë time. Thotë Jahwe, ishte profetizimi live, sepse zbriti në këtë moment.